Përshëndetje, ju njoj me shtypin e ditës për këtë fillim jave datë 24 nëntor. Gazeta Telegraf hapet me lajmin Demokracia na solli vila, hashash dhe luks për politikanët. Si u ngrit memoriali Partizani fitimtar i Odise Paskalit në Mauthausen. Kryeministri Rama antarësimi në BE, ngjarja e vetme ku do të ndihemi kënaqur pa kushte, vijojmë rezultatet me reformat. Vendi në ujë Shqipëria rikthehet si çdo vit në të njëjtin maks nga veriu në jug për mbytje, dëme dhe jetë të rrezikuara, ja situata. Resorti në Butrin, si ku mbarosh, shkatërroi historinë dhe u falsifikuan dokumentet për ngritjen e resorteve, emri i ministres del në përgjime. Në gazetën Dita mund të lexoni Balluku ligji dhe etika. Publikohet raporti sekret që është dërguar në ambasadën amerikane për 21 janarin. Më në brëndësi mund të lexoni Dita e alfabetit dhe gjua e njësuar. Nga rubrika e shëndetit, vaksina e gripit dhe disa këshilla që mjekët nuk i thonë gjithmonë. Në gazetën Panorama mund të lexoni: do luftoj çdo diktaturë, mesazhi i parë i Berishës në Brazil, si zëvendës presidentit CDI-s rezoluta e PPE-s. Para shtesë për çdo mbledhje, Këshilli Bashkiak shpërblen veten. Panorama Sport hapet me lajmin rënja dhe shkëlqimi kombëtarja e Silvinjos me 3 fytyra. Partizani sinjale kthese, Vllaznia ngec në kryeqytet. Polemika për një pikë, Ali do të operohet. Kampionët shfryn ndaj ballshiotëve, fitoria tabu, tifozët sulmojnë Pollozhanin. Dursakët i shpëton Kotobelli, vorakët e kanë me varin. Verstappen all-in, McLaren vetvrasje. Derbi për Milanin, Menja hipnotizon Çalhanoglun. Dështon Reali, Barça nuk i ndahet Kreut. Arsenali merr Londrën, bllokohet Liverpooli dhe City. Olise Karl përmbysin Freiburgun.